Kur jemi të shëndeti, duhet të kemi parasysh dy gjana. E para, ofrimi i shërbimeve shëndetësore është shumë i rëndësishëm që të adresohet një gjendje jo e mirë shëndetësore, po parandalimi është akoma më i rëndësishëm. Dhe nëse i shohim qendrat e mjekësisë familjare, ato ofrojnë shërbime në përlagje dhe është shumë mirë që ekzistojnë, por duhet të ofrojnë më shumë shërbime se sa këto që i ofrojnë sot. Qytetarët më së shumti shpenzojnë në analiza te laboratorët private, kështu që qendrat e mjekësisë familjare duhet të ofrojnë më shumë shërbime laboratorike. Kjo ndihmon edhe në parandalim, por ndihmon edhe në uljen e përdorimit disa barnave që janë të panevojshme. Flasim vazhdimisht që japim shumë më shumë antibiotik fëmijëve, po edhe të rriturve se sa që kanë nevojë. Nëse kjo mund të adresohet me është një strishë rapide që bëhet në fyt për me pa nëse ki anginë, se shumica dërmuese e smundjeve me simptome respirative janë viruse dhe nuk janë bakteriale, kështu që s'ka nevojë për antibiotik. Pra duhet të ofrohen më shumë shërbime laboratorike e para, shërbime shëndetësore për gratë edhe për fëmijët duhet jetë e dyta. I kanë heqë specialistët nga shumë qendra të mjekësisë familjare, edhe ideja është që mjeku familjar e bën një kontroll të përgjithshëm dhe nëse ka nevojë për specialist, mandej të referojnë në spital. Kjo nuk po funksionon shumë mirë dhe gratë dhe fëmijët po marrin shërbime pastaj në sistemin privat. Kështu që mendoj që ose duhet të kthehen specialistët e ginekologë dhe pediatra në qendrat e mjekësisë familjare, ose duhet bëhet një trajnim pakës më i mirë i mjekëve familjarë që të ofrojnë këto shërbime për gratë edhe për fëmijët që realisht marrin më së shumti shërbime në qendrat e mjekësisë familjare. Kur vjen puna te parandalimi, ka smundje që janë të vazhdueshme, do të thënë smundje afatgjata, të cilat duhet të menaxhohen mirë, si diabeti, edhe diabeti menaxhohet me dietë, me aktivitet sportiv, me jetë më të shëndetshme. Dhe qendrat e mjekësisë familjare duhet të shndrohen gjithashtu në vende ku edhe mirët informacioni edhe i ndihmohet pacientëve që të ruajnë shëndetin edhe mos vijë deri te marrja e shërbimeve shëndetësore. Pra, ka shumë që mundet më u bë për shkak se institucionet ekzistojnë, ofrojnë shërbimin në lagje, vetëm se shërbimi është shumë i limituar dhe njerëzit mandej përfundojnë tu i marrë shërbimet ose në spital ose në sektorin privat edhe bëjnë kosto shtesë për veten.